Të blija rroba për bebushën time është një nga emocionet më të bukura që kam përjetuar ndonjëherë. Edhe tani do t'ju tregoj pak se çfarë kam bler gjërat më të lezetshme. Çfarë janë këto? Është shumë e vockël. Këto badit me limona. Fëmia im do të një fëmijë që do lindi në verë, kështu që nuk kam marrë gjëra të trasha, kam marrë përsëri me limona, do jetë një thartiqe vogël, nuk do t'i ngjaj mamit vet. Ti ka vojnë në vet. Peshin bukur se do ikim në plazh me lino. Unë kam marrë këto, por besoj që do më duhen ekstra dhe disa mekra të gjata për në mbrëmje, për shembull me zinxhir. Kam marrë një kapele për gocën time. Do t'i veçi mami këtë, do t'i bëjmë një set me foto. Disa sete në fakt si këto kanë atjeret për poshtë, bukur është gëzeti. Kush do bëhet me gocë? Gjithashtu kam marrë dhe këto 2 sete badi, me krah të shkurtra. Këto më duken shumë vogla për shembull. Kaq kam marrë, çfarë më sugjeroni, çfarë kam harruar? Okej, di napa, peshqira, gjëra kështu, por këto ishin blerjet e mia të para për gocën. Nëse të pëlqejnë videot e mia, follow!